Në këtë repart bëhen punime të ndryshme, si varse perdesh, shkallë suedeze për fëmijët e kopshteve e tjera. E nisën nxënësit punën nga më e thjeshta, nga ndërtimi i kremastareve. Tani, ata po montojnë laboratorin tip pioneri. Djerse e tyre po merr shprehje konkrete. Së shpejti laboratorët e parë do të shpërndahen nëpër shkollat e Atbeut. Sot, malësorët e vegjël të Shupalit janë të gëzuar. Në shkollën e tyre erdhi dhurata nga nxënësit e gjimnazit Qemal Stafa. Drejtori i shkollës dhe mësuesi i gjimnazit u tregojnë nxënësve për laboratorin e ri. Eksperimenti i parë me mjetet e prodhuara nga nxënësit më të rritur. Një laborator të tillë, ata do t'i dhurojnë edhe shkollës së fshatit Likaj, ku punoi mësuesi revolucionar Ismet Sali Bruçaj. Edhe në shkollën 8 vjeçare 7 Marsit kryeqytetit është e njohur puna e nxënësve të gjimnazit Qemal Stafa. Kombinati i Drurit me 4 operacione, në të cilin punojnë këta nxënës të vegjël, u leçon shumë punën dhe jep mundësi të nxjerrin prodhime sa më të mira. Nxënësit e 8 vjeçares janë krenar për punën e shokëve të tyre. Reparti mekanik. Shumë vetë këtë repart e quajnë reparti mëm. Gjithçka është prej hekuri, gjithçka është montuar me forcat e shkollës. Nxënësit përgatiten për të dalë punëtor të kualifikuar. Gjatë lidhjes teorisë me praktikën, një rëndësi e veçantë jepet punës për prodhuar mjete dhe vegla të dobishme për shoqërinë. Në këtë sallë me makineri të hekurta, po prodhohen pjesët e kombinatit të Drurit. Ideja për ndërtimin e kombinatit lindi në gjirin e nxënësve, të cilët e etur për dije përvecojnë përvojën e gjatë të mësuesve të tyre. Pjesët e kombinatit dal nga dal po marrin formën e duhur. Mësuesi i punës praktike ndodhet gjithmonë pranë nxënësve, të cilët ai ndihmon me këshillet e tij të vlefshme. Flakët e saldatriqes, si gjuhë të zgjarta, qepin copat e hekurta. U ngritën shumë shtrete të tilla. I letën këta nxënës e nxënëse që shikojnë pranë tornove e presave me mësuesit e tyre. Edhe këtu gjejmë heroj të tregimit ton. I gjejmë tamam punëtor krijues. Tani ata po montojnë kombinatin e Drurit. Është ndërtuar në këtë repart tornua për punim druri, kaq e domosdoshme për repartin e zdruktarisë. Punimi i presës së plasmasit është një sukses i ri për nxënësit e shkollës që i shtohet këtij reparti. Punime për bakeliti që do të bëhen në këtë repart do të shtojnë shkollës një profil të ri pune. Ky nxënës është ai që dha mendimin për ndërtimin e presës. Shoku Enver ka thënë: "Në vendin tonë socialist, shpikjet janë kurdoherë në rendin e ditës. Shkenca nuk është privilegj i disave, ai është fenomen shoqëror, as pak izoluar nga qytetërimi njerëzor."
Këtë thënie të shokut Enver, jetër kolektivi kësaj shkolle e ka në qendër të vëmendjes. Dhe ja sot nxënësit në këtë sesion shkencor mbrojnë punën e tyre. Referatet e tyre shquhen për punën e mirë shkencore, për mendimin krijonjës të pambarur. Ata tregojnë se njohuritë e fituara në lëndët e kulturës përgjithshme gjejnë zbatimin direkt në punën prodhuese.